Ballkani gjithmonë ka qenë historikisht, gjeografikisht dhe në aspektin kulturor pjesë e Evropës, ka deklaruar presidentja e Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanovska-Davkova nga forumi i diplomacisë që po mbahet në Antalya të Turqisë. Duke folur në panelin hartimi së nesërmes menaxhimi i pasigurive, ajo tha se Ballkani ka qenë gjithmonë një lloj lakmuesi dhe gjithmonë shtetet e fuqishme dhe të mëdha kanë testuar politikat e tyre në Ballkan. Prandaj sipas saj, nuk mjafton të thuhet se BE-ja është një histori e papërfunduar pa Ballkanin perëndimor apo një simfoni e papërfunduar. Prandaj po them se Ballkani ka qenë gjithmonë historikisht, gjeografikisht dhe në aspektin kulturor pjesë e Europës. Unë ndërroj për Europën si BE dhe nuk mund ta pranoj dallimin midis lindjes dhe perëndimit. Është një dallim artificial. Prandaj çështja e zgjerimit të BE-s nuk është vetëm çështje politike, por edhe çështje sigurie. Çdo ditë dëgjojmë se duhet të jemi të qëndrueshëm ndaj kërcënimeve nga aktorë të tretë. Por qëndrueshmëria garantohet vetëm nëse jemi brenda. Siljanovska-Davkova gjithashtu shprehu frikën për rritjen e autoritarizmit, valë të reja migrimi, kërcënime hibride, dezinformim dhe sulme kibernetike. Ajo tha se burimet po drejtohen drejt armatimeve dhe si disa të dhëna tregojnë se $2.7 trilion në vitin 2024 janë shpenzuar për qëllime ushtarake dhe armë. Ju keni përmendur vendimarrësit dhe liderët, dhe ndoshta është mirë të ripërsëritet ajo që një herë ka thënë presidenti i Turqisë. Në të vërtetë, po, 5 shtetet anëtare të Këshillit të Sigurimit janë të rëndësishme, por megjithatë edhe 15 janë të rëndësishme dhe ne duhet gjithashtu të rishikojmë MKB-n. Në këtë forum që organizohet nga Ministria e Jashtme e Turqisë po marrin pjesë përfaqësues të më shumë se 150 vendeve, përfshirë mbi 20 krerë shtetesh. Forumi përfshin më shumë se 40 panele dhe aktivitete, përfshirë diskutime në nivel liderësh që trajtojnë sfidat politike, ekonomike, mjedisore dhe teknologjike me fokus të veçantë në zhvillimet aktuale globale.